Jo, po flasim për protokoll konference. Dhe gazetari ka të drejtë të bëj pyetjen, por jo të komentoj përgjigjen. Komentin e bën në studio, e bën në kronik. Ka të drejtë përballet pyetje me pyetje. Jo pyetje dhe koment mbi pyetjen. Nuk po kritikoj kolegen, u shtofshin Ambrosiat, u shtofshin dhe gjithë të tjerët, por justifikon kryeministri. Jo pra. Se je dakord me sjelljen që kryeministri jon her pas here e bën me gazetarët në konferencë shtypi. Unë mua s'pëlqen fare për shembull. Po mua s'pëlqen fare, as kur autoironizohen gazetarët. Paguhesh për të bërë pyetjen, duhet të mbash përgjegjësi për pyetjen dhe duhet të dalësh në fund pyetjes dhe të marrësh përgjigjen e pyetjes tënde. Jo të hysh në debat. Në debat tani apo do bëjmë sikur po dridhemi të gjithë. Çipa. Mungojnë ato gazetarë në një konferencë shtypi që e thonë pyetjen tu. Mungojnë konferencat, jo se mungojnë gazetarët. Mungojnë konferencat, nuk mungojnë gazetarët. Mungon sistemi i informimit publik. Nuk kemi sistem. Nga partit. Ne kemi një armatur të komunikimit me publikun, por jo të informimit publik, dhe nuk kemi transparencë publike. Kemi vetëm propagandë informuese të një anshme, që do të thotë një kah. Do më thënë, gjendja si e përshkruan gjendjen e gazetarisë shqiptare sot? Po nuk kemi më keq se rajoni. Ama hata një kodë, lërë tani, se kjo ishte fjali justifikuse, nuk e pranoj nga ty këtë. Unë jam njeri që lëviz, unë lëviz, do muaj lëviz në rajon. Po ti e di shumë mirë që në Itali, kur një gazetar bën pyetje, kryeministri i ri drejt. Minimalisht. Shiko, realiteti jonë nuk ka, realiteti... Kemi Balkanin, që është rajoni. Në rregull. Rajoni pikërishme është, e para njërë sot kjo është krizë globale që t'jemi... Ti ke Trumpi njërë aty që i shushat gazetarët fare. Indekset e liris po e rëndisin Amerikën në vënde kritike. Se përmende... Po se përmenda unë e përmendi vetë i thot gazetarëve idiot. E dyta, sot, ne jetojmë në kaosin informacion. E di Rama është lullë. Si mund të kërkosh sistem në kaos? Se ju kërkoni sistem në kaos. Ne jemi në kaos. Kushtë ka misionin e kësaj gjëje më të qipa? Atyre kemi nga kruar misionin e. Po nuk e sot ka... Do më thënë, kur unë dhe ti punonim ke Tovaja, ti shpesh në thoje që misioni gazetarit është vërtetësia e lajmit. Na e pas ke mësu gabim atërë, na ke gënyër. Jo, nuk e gënyër. Po na ke gënyër, pra. Jo, zakonisht... Se ne që jemi mësuar në këtë rrugë, që kemi mësuar gabim. Kam një fat që gënjeshtra nuk më takon. Por në rastin konkret, të them diçka që është e para njerë, ne jemi një vënd që s'kemi sistem. Kemi vetëm kaos dhe hiper mundësi informuse. Do më thënë, po të shikë, nuk po i drejtojmë shtetit apo superstrukturës, unë i drejtojmë mundësis teknologjizuse. A bukur e the superstrukturë. Po sa jo është pra, në qësë se flasim, ne jemi vëndi që kemi më shumë media se sa rajoni. Ne kemi media më shumë se Gjermania në raport. Dhe kemi pas shumë herë më tepër, po janë mbyllur. Kemi të rinj që kanë ambicie për të bërë gazetar, apo kemi njerëz që infiltrojnë sepse duhen për... Zakonisht unë flas me statistikë. 350 online janë poseduara nga njerëz ekstra gazetarisë, jashtë gazetarisë. Po, se ju duhet. Që do të presion, 800 të regjistruara portale me gazetarë. Dhe 150 janë